zoti kryeministër, jemi shqiptar dhe jo turko-arab. Këto janë reagime të këtyre postimeve me thënie nga profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, apo me thënie nga Kurani. Tani ne shqiptarë jemi patjetër shqiptarë, jemi rilinësi Armënjan, Fed u bashkuan për të bërë Shqipërinë i Armënjan në sensin që për te i besimeve u bashkuan. Me këtë jam dakord. Por një gjë po të them i dashur gëzim, nuk të vjen e keqja nga fjalët e librave të shenjtë, përkundrazi. Është pasuria e një dije shumë të thellë dhe më mirë një fjali nga ato libra se sa mirë allafe nga këneta politike dhe mediatike, se sa qindra mirë allafe nga këneta politike dhe mediatike, të siguroj